është diktatori i Koreas Veriut, Kim Jong-un, i cili së fundmi ka parë dhe testimin e raketave të cilat drejtohen me inteligjencë artificiale. Testet vlerësuan fuqinë e një koke luftarake për mision të posaçëm në raketa balistike taktike, besueshmërinë e raketave artillerie me rrezet të gjatë veprimi dhe saktësinë e raketave taktike të lundrimit të udhëhequra nga inteligjenca artificiale. Që do të thotë se AI, inteligjenca artificiale, u përdor për të udhëzuar raketat për shënjesën e saj dhe për të rikthyer pas në piknisje. Analistët thonë se këto janë testet e para ushtarake në të cilat Penjani ka pranuar përdorimin e inteligjencës artificiale në sistemet e saj raketore. Sistemi i AI mendohet se rrit saktësinë e raketave me qëllim gjetjen e objektivave dhe drejtimin e raketave specifike me një rrezë të raportuar rreth 100 kilometra. Raketat e reja pritet vendosen pranë kufirit, duke se edhe Korea e Veriut dëshiron të hyjë në epokën e armëve inteligjente, duke dëshmuar kështu fuqinë e saj në një kohë ku sapo ka shpallur dhe Korenë e Jugut armike zyrtarisht.